Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë kryeministrin ton se çfarë tha pron në Kanal 10 për bashkëpunim me tjerët. Okej? Shkojmë. Zotin Haradinaj, apo më zotin Abdixhikun e të ardhmë, qysh muj me kërkuat të bashkëpunim me mu të thonë kur ti është i Serbisë e Rusisë. Po thua së fjalë qysh mush me bashkëpunim. Ai edhe ti bashkëpunëtori tyne që pëtën me bashkëpunu me mua, që bashkëpunoni me zotin Haradinaj, apo më zotin Abdixhikun e të ardhmë. Unë kam qenë në kuvend të Kosovës, ju e dini çfarë, qysh muj me kërkuat të bashkëpunim me mu të thonë kur ti është i Serbisë e Rusisë. Zdi, unë mendoj që ata nuk do duhet bashkëpunojnë me mu. Kur thua së fjalë qysh mush me bashkëpunu. Ai edhe ti bashkëpunëtori tyne që pëtën me bashkëpunu me mua, që edhe ata kanë pësuar akuzat të tilla që është i Serbisë, që është bashkëpunëtori Radojqiqit e kështu duke qenë nga komandantët më të zotë të luftës me fotografi dhe lavde. Ato nuk i them unë, ka thonë ai vet. Lutem. Situata ndryshe ka qenë zoti. Është kontekst tjetër. Atë kontekst nuk besoj që Milan Radojqiqin e bën kriminal thjesht sulmi terrorist në banjës. Besoj që ka qenë i tillë edhe më herët. Mund dallojmë shumë. Po edhe një herë lëvizja vetëvendosje synon që ta formoj qeverinë e ardhshme, Kurti 3, i kemi lutur gjithë ta javë muaj, na thanë jo, vë vazhdojmë. Shkundoni me zotin Haradinaj. O rrimbre, jalla po shkojmë. Rrimbre se kem vend, jalla po shkojmë. A neve shkoni. E tash ty në autobusin. Ose është një kom, që të doni. Opozit. A përshet që shponon një kryeministër. Jo një randa që po ofendoni po shani. Po jo që ofendoni që shani, nuk jo shë për të madhe. Se me të vërtet, me na livdue, na vjen çudi. Por është problemi që nuk keni kapacitet, nuk dini që ka me folë. Ju qëto e keni, që kulturë e keni, veç me sha, me vra, me myt, me kërcnu. Nuk është që jeta. Kjo është koha e gurit. Jo tashme. Jem në vitin cilën? 2025? Miq. Ja o zamën. Kryeministër, respekt trujti madhe zot.